E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi për të komentuar pak deklaratën e Luiz Ellit. Luiz Elli sot në Top News, i ftuar tek gazetarja e nderuar Fiori Dardha, foli për eksperiencën e tij në Big Brother, foli për rrugtimin e tij në Big Brother. Tani, unë e pata thënë që Luizi ka hyrë me një mision, dhe misioni i Luizit ka qenë për t'i ngritur ato nga gjumi, për t'u hapur sytë atyre, për të kuptuar ato që po bëjnë aty një lloj pune. Luizi tha që ka shumë sponsora që kanë paguar qindra mijëra euro për të hyrë në këtë Big Brother. Dhe normalisht ato kërkojnë shikueshmëri, ato kërkojnë klikime, ato kërkojnë lëvizje. Dhe pikërisht kjo gjë në fakt ju komunikua nga Luizi. Tani pyetja që bëhet është pse Rogerti nuk del me zarf të zi dhe pse produksioni nuk e nxjerr, jo se publiku nuk e votojnë. Tani unë e pata thënë dhe analiza ime thjesht sot u vulos nga Luizi. Rogerti nuk del sepse nuk ka banor tjetër që brenda asaj shtëpie do ta luan rolin e Rogertit. Tani, edhe në qoftë se Rogerti do ta tepron, ka një zëvendësim. Është Juela ajo që ka hyrë në grupin e Rogertit, është Juela ajo që po bën lojën e Rogertit. Unë e kam thënë gjithmonë, Rogerti është aleancë me veten e tij. Do me thënë është i vetmi banor, është i vetmi njeri që po bën lojë, që po bën kundër krejt banorëve të tjerë për të qenë i klikueshëm. Do me thënë Rogerti po bën lojë. Dhe në qoftë se nuk është Rogerti, ato janë të gjitha aty në gjumë. Dhe Luizi sot këtë gjë e tha, që Rogerti është aktualisht fenomen i Big Brotherit. Fenomen në kuptimin jo të mirë të fjalës, sepse ofendon shumë, por shton kureshtin për ta ndjek të Big Brother dhe normalisht rrit interesin e sponsorëve. Big Brother është një formë marketingu për sponsorët. Luizi tha, në qoftë se banorët do të zgjohen nga gjumi, në qoftë se banorët do të dinë të luajnë, në qoftë se banorët do të përdorin zgjuarsinë e tyre, ato do të bindin publikun që Rogerti të del, sepse do të ketë shumë banor, do të ketë shumë kërcënime nga të gjitha anët, do të thënë do të bëhen të gjithë ujqër. Por në momentin që këto të gjithë flen, asnjëri nuk bën lojë, asnjëri nuk ka një strategji, asnjëri nuk ka një, le ta themi, një mënyrë të lojës se si të luan, me patjetër që Rogerti të qëndron brenda asaj shtëpie. Do me thënë, Rogertin nuk është se e mban publiku, por e mban produksioni, sepse është i vetmi që ngjall dinamika, që ngjall luftra brenda shtëpisë së Big Brotherit. Tani do shohim se si do shkon situata me Juelën. Luizi tha që nuk arritën dot ma kuptojnë mesazhin, nuk arritën dot ma kuptojnë atë që unë dëshiroja të them për to. Do me thënë, Luizi tregoi që kishte hyrë me qëllime të prera, do me thënë, me patjetër produksioni kishte përzgjedhur Luizin që t'i zgjon nga gjumi. Do me thënë, kjo është e vërteta që unë e kam thënë gjithmonë. Rogerti është e mira e të keqes. Do me thënë, është i keq për banorët, është i keq për publikun, por është i mirë për produksionin, sepse nuk ka konkurrencë dhe të mos të paturit konkurrencë brenda asaj shtëpie që ta shkatron, t'i bie non stop siç Rogerti u bie këtyre, atëherë do me thënë Rogertin e largoj nga shtëpia. Për ta larguar Rogertin nga shtëpia duhet bëhen të gjithë Rogert për ta hequr atë nga shtëpia. Dhe kjo është arsyeja pse nuk vjen zarfi i zi. Se në qoftë se Rogerti del me zarf të zi, Big Brother i vdes. Dhe kjo gjë dihet. Tani, çfarë duhet të bëjnë? Banorët duhet të ulen dhe të logjikojnë, se nuk shkohet duke ndenjur në krevat, nuk shkohet duke fjetur, nuk shkohet duke kalu kohën kot, por shkohet vetëm duke vepruar dhe veprohet në këtë formë. Do me thënë, Rogerti duhet me patjetër që të avancohet njëjtë si banorët e tjerë, nëse duam të mos kemi klikime, por që ne duam të kemi klikime, do me thënë që ne duam që Big Brother të klikohet, atëherë do me thënë këto banorë duhet të jenë të gjithë më të gjallë se Rogerti.